UEFA ka vlerësuar rolin historik të Shqipërisë si vend mikpritës i kampionatit evropian për U17 me një artikull të dedikuar në faqen e saj zyrtare uefa.com që feston organizimin, pasionin dhe kulturën e futbollit të shfaqur gjatë gjithë turneut. Turneu i parë final i UEFA-s në Shqipëri është zhvilluar në një atmosferë të jashtëzakonshme dhe me turma të mëdha tifozësh, dëshmi e ndikimit transformues që ka pasur futbolli në vend, kur Shqipëria u përball me Portugalinë në kampionatin evropian të UEFA-s për moshat nën 17 vjeç në vitin 2025. Një turm prej 8600 tifozësh arriti ndjeshëm rëndësinë e ngjarjes dhe renditi ndeshjen hapëse ndër 10 ndeshjet më të ndjekura në historinë e turneut. Atmosfera ishte e paharrueshme si brenda ashtu dhe jashtë arenës kombëtare në Tiranë, e cila u hap në vitin 2019 dhe është kthyer shpejt në një pikë qendrore të qytetit. Për Euron U17 të vitit 2025, ajo u shndrua në një shenjë të asaj që do të pasonte me turma të mëdha dhe të zëshme që u bën një veçori dalluese e turneut. Tifozët kuqezinë ndihmuan shumë, sidomos në pjesën e parë, tha kapiteni i Shqipërisë U17 Kriz Kecaj, duke shpjeguar se si mbështetja e tyre i dha skuadrës kuraj, ndërsa ata u bën lojtarët e parë që përfaqësuan ndonjëherë kombëtare në një fazë finale. Na dha motivim për të luajtur, na pëlqeu shumë të luanim përpara tyre. Sulmuesi i spikatur Gabriel Kulla ishte në një mendje duke thënë: "Të luaje në atë stadium ishte një ndjenjë shumë e bukur, të shihje kaq shumë tifoz duke na brohuritur ishte diçka e veçantë." Përveç kryeqytetit magjepsës të Shqipërisë, turneu është zhvilluar dhe në vende piktoreske në qytetet antike të Durrësit, Elbasanit dhe Rrogozhinës. Para se të përfundonte dita e dytë e ndeshjeve, këto stadiume kishin tërhequr tashmë 3 nga 10 turmat më të mëdha në historinë e fazës së grupeve të këtij turneu, për ndeshje ku nuk ishte e përfshirë skuadra pritëse. Nuk do të thoja se jam befasuar, sepse ne shqiptarët e duam futbollin dhe gjithmonë ndjekim lojën me pasion, thot Armand Duka, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit. Por sigurisht jam i kënaqur me pjesëmarrjen e madhe në çdo qytet. Ka qenë e mrekullueshme të shohim kaq shumë tifoz të rinj dhe familje duke shijuar ndeshjet dhe duke treguar entuziazëm të vërtet për turneun. Shqiptarët jetojnë dhe marrin frymë me futboll, ndaj ishte natyrale të shiheshin turma të gjalla, energji pozitive dhe një atmosferë feste si brenda stadiumeve, ashtu dhe në zonat përreth tyre. Endi Tufa, gazetar sportiv në kanalin kombëtar televiziv Top Channel, është mbres lënës. Atmosfera ka qenë vërtet e manitshme, thot Tufa, e ndjen kudo në qytete, veçanërisht në shkolla ku të rinjt kanë mbushur stadiumet, e dizajnuar në mënyrë të spikatur dhe e vendosur në zemër të qytetit. Arena Kombëtare e Tiranës është perlë në kurorën e stadiumeve. Në vitin 2022, ajo ishte skena e finales së parë të UEFA Conference League, duke i dhënë mijëra njerëzve mundësinë të përjetojnë për herë të parë një finale të madhe futbolli evropian në vendin e tyre. Objektet e reja kanë përmirësuar përvojën gjatë ditës së ndeshjes, por ky kompleks shkon shumë përtej një fushë sportive, duke u shndruar në një simbol të planit strategjik të FSHF-s për zhvillimin e infrastrukturës kombëtare të futbollit dhe një katalizator për ringjalljen e ekonomisë lokale. Ka rikthyer jetën në zonë. Normalisht është vendi më i mirë në Tiranë, shpjegon tifozi i skuadrës Albi Fagu, duke folur ndërsa fëmijët e tij shijojnë ndeshjen interesante të fazës së grupeve midis Gjermanisë dhe Portugalisë, pasi ishin emocionuar të takonin disa nga perspektivat e reja gjermane në qytet. Më përpara zona ishte paksa bushatisur sepse stadiumi ishte i vjetër dhe nuk ishte i lidhur me aktivitete tregtare. Tani jeta e natës, restorantet dhe gjithçka tjetër ndodh rreth këtij stadiumi. Është më mirë për tifozët dhe do të rikthejë aktivitetin e tyre. Fushata e Shqipërisë përfundoi në fund të fazës së grupeve, por Arena Kombëtare do të mirëpresë gjysmëfinalen me mbajtësve të titullit Italisë dhe Portugalisë të njëjtën para se të organizojë finalen të dielën. Më tutje, finalja e Euro 2027 për moshat nën 21 vjeç do të zhvillohet gjithashtu aty, kur turneu mbahet për herë të parë në Shqipëri në bashkëorganizim me Serbinë. Të luash në stadiumin e kombëtares më i madhi në Shqipëri është diçka që na mbush me krenari, thot trajneri i U17-s Andrea Tedesco. Ishte një emocion i madh për mua, lojtarët dhe stafin teknik për shkak të numrit të madh të tifozëve, shumë emocionuese për ne. Prania e tyre në stadiumet bëri këtë rrugëtim dhe më të bukur.
Duka, i cili ka shfrytzuar momentumin e krijuar nga hapja e stadiumit për të mbikëqyrur krijimin e iniciativave përfshirë programet në bazë, partneritetet me shkollat dhe akademitë të rinjve, përshkruan gjithashtu finalet si një përvojë të bukur futbolli. Jemi krenar që Federata Shqiptare e Futbollit ka organizuar jo vetëm një turne të mirë strukturuar, por dhe një ambient të ngrohtë dhe mikpritës për lojtarët, zyrtarët dhe tifozët njësoj, thot ai. Kjo Euro U17 ka kapur vërtet interesin e publikut dhe ka sjellë një energji të madhe në komunitetin tonë të futbollit.